portiere, Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Jemi në pjesën e parë të kësaj ndeshje të fortë. Rezultati vazhdon të jetë 0-0. Skuadra Brangos po sulmon me kampionin e saj Oli. Oli! Domingos 1908 po mundohet të mbylli hapësirat me çdo kusht, por lojtarët mbrojtës të Brangosve janë të mirë organizuar. Lojtarët janë në formë të shkëlqyer dhe është një kënaqësi të shohësh në lojë. Jepi Oli! Oli po e mbron topin shumë mjeshtërisht, duket sikur i është ngjitur pas këmbe. Nga stoli trajneri nxit lojtarët e tij. Çfarë shfaqe? Unë jam Oliver Harton. Ky më duket si një aksion i mirë për të ndryshuar rezultatin. Vendosmëria e këtij djaloshi është e rrallë. Brohoritjet, tifozeria dhe ngrohtësia e kësaj turme. Ja dola mba. Kjo ishte ajo që doja. Jepi Oli! Domingo 1908 po i vuajnë Dikur gjithçka që bëja ishte të vrapoja pas topit. Lea Oli e kalon kundërshtarin e tij. Ja dhe kampioni, por tani rrëzohet për tokë. U detyrohem atyre djemve për gjithçka. Nuk do t'i harroj kurrë. I kam njohur në qytetin tim. Në qytetin ku kam lindur. Mirë. Pra, dhe ti ke luajtur futboll në shkollën ku ke qenë, ë? Po, Sot kemi një ndeshje shumë të rëndësishme. Të siguroj që nuk kam as pak kohë të merrem me një fillestar si ti. një ndeshje të rëndësishme. Skuadra jon pra Njupi do të luajë kundër St. Francisit për fituar fushën e lojës. Për fushën e lojës? Po, sigurisht. Ju luani për fushën e lojës? Fati i Njupi do të vendoset në ndeshjen e sotme kundër San Francisit. Si ndim se do të keni nxitsen më të mirë të tifozave në botë, këtë që shikoni, prandaj nuk duhet të keni frikë nga asgjë. Shkoni në fushë dhe tregojeni se kush jeni. Oh, të lutem. Është e lehtë të flasësh kur nuk luan. Është e pamundur të fitosh kundër San Francisit, kjo dihet. Nuk ju duroj dot kur qani si bepe, ju e pranuat vetë sfidën edhe tani duhet të fitoni. Fajin e ka Brusi, ne nuk donim t'i sfidonim. E detyroj Benji i San Francisit që të pranonte sfidën. Ai tha se nëse do të arrijmë të shënojmë qoftë edhe një gol të vetëm kundër tyre, mund të përdorim fushën sa herë të duam. Kjo është e pamundur, nuk do të bëjmë dot as edhe një gol. Mjaft, pa më thoni pak, ç'është gjithë ky pesimizëm këtu? Hey, ç'kemi Bruce? Forca, nuk kemi arsye për të qenë kaq të mërzitur. Erdhe më në fund, a? Mendova se mos të ishte futur frika edhe ty. E ke shumë gabim. Unë as që nuk e njoh fare frikën. Bruce. Po ky djalë, kush është? Ai është shoku i njëri i skuadrës. E takova kur po regjistroi në shkollë. Më tha që do të kishte shumë dëshirë të bënte pjesë në një skuadër futbolli. Edhe ti e solle këtu, Bruce? Po, unë mendova sepse mund të na hynte në punë një lojtar më shumë edhe. Ç'kemi? Unë jam Oliver Harton. Gëzohem që u njohëm. A mund të flas pak me ty? Eja këtu! Ej, çfarë ke këtu? Si të shkoj në mendje të fusësh në skuadër, një picuryk të vogël si ky. Po... Nuk ishim nevojë për të, ti e di. Nuk është momenti të bëjmë prova tani. Kupton që nëse nuk arrim të bëjmë një gol sot, ne s'do mund të stërvitemi më këtu. E di më mirë se ty, profesoresh. A u tregova i qartë djema, duhet të shënoni me çdo kush sot. Duhet për kushtim. Qëllimi kryesor i kësaj ndeshje është që të ngrem emrin e skuadrës dhe të mposhtim Benji Pricein. Benji Pricein? Pikërisht atë, portieri që ka pësuar më pak gola në kampionat. Një kampion i vërtet.
Nuk mendoja se do të kishim përballë një portier kaq të zotin. Por kjo nuk do të thotë që nuk do arrim do t'i bëjmë një gol. Sa herë që e takojmë ai na vën në lojë të gjithë, nuk është e drejtë. Ajo është një skuadër mendje mëdhenjsh, nuk duhet të na bëjnë më shumë se 10 gola. Çfarë the? 10 gola. Fatkeqësisht kemi një problem tjetër të vogël. Çfarë problemi Me kemi? sfushori i majt nuk mund të luaj dot, ka dalë jashtë loje. Më vjen keq, por vrava këmbën gjatë stërvitjes së djeshme. Çfarë? Nuk është e mundur. Tani jemi edhe pa fat fare. Të mos dorëzohemi. Oli, a ke dëshirë të luash ti? Sigurisht. Ata pici rrugë nuk e din as se çfarë do të thotë luash futboll. Do të jetë më shumë një shëtitje se sa një ndeshje, edhe pse dua përkushtim maksimal gjithsesi. Mos harroni, kjo fushë duhet të na mbetet ne që skuadra jon të vazhdojë të stërvitet. Duhet të bëhesh gati, Alen. Sot do të luash ti. Në rregull. Do t'i lëm të stërviten në orën tonë të stërvitjes. Stërvituni me gjuajtje të gjata. Po, do jetë mbaruar. Oho, jo keq, Oli. Ha pra Bruce, a vendose se në çfarë pozicioni do të luash? Them të luaj në vendin e Cliffordit, do të jem sulmues. Ndërsa Oli do të luaj, prita mendoj, përshtatesh më shumë si mbrojtës mes fushor. A ke dëshirë të luash atje? Po. Edhe bëj kujdes, mundohu të mos bësh shumë gabime. Rriqet. Ja dhe kundërshtarët tanë. Lëvizni, nuk duam të humbasim shumë kohë me ju. Ne kemi gjëra më të rëndësishme se sa të luaj me disa lojtarë fillestar si ju. Çfarë the ti aty? Qetësohu tani. Rriurt Bruce. Atëherë, marrëveshja është shumë e qartë. Nëse ju do të na bëni edhe një gol të vetëm, do të merrni fushën. Dhe ne të St. Francis'it nuk do të kemi më të drejtë të stërvitemi këtu. Por nëse ju nuk do të bëni as edhe një gol, nuk keni për ta parë as në ëndër atë fushë, në rregull? E pranoj sfidën, ne do t'ju bëjmë 10 gola dhe jo një. Mjaft fole tani, fillojmë lojën. Mirë pra, si thoni sikur të bëjmë pak nxemje. Po përse duhet të bëjmë nxemje? Sepse sot Njupi luan një ndeshje të rëndësishme dhe ka nevojë për ne. Nëse nuk do arrim të shënojmë të paktën një gol, do mbasim fushën. Çfarë? Me të vërtetë e ke? Pse ju duket sikur po tallem? Forca, jepni maksimumin djema! E jotja! Ole! Hidhe! Pasoje, pa paso mua! Talluni sa të doni, do ta shohim se kush do qeshi i fundit. Mirë, Benji Price ka vendosur të mos luajë, Nuk janë as pak të organizuar në lojë. Të vjen keq për ta. Nuk mund të na poshtrojnë kështu. Duhet të bëjmë një gol. Kanë nevojë të marrin një mësim të mirë, kështu do të heqin dorë së luajturi. Tani mjaft u tallëm, le të bëjmë një herë një gol. Jepi, gjuaje! Po si e priti? Vazhdoni! Hapuni, ky është një top për mua. Do ta mbyllun. Prapa i. Po, Kush është ai piciruku? E marrë të mira. Më vjen keq. Më duket sikur luajmë pa kundërshtar. Artur, sa po të fishkëllej gjyqtari, ma paso topin mua. Po, patjetër. Mos, unë të thasht ma kaloj e mua të veqel. Faleminderit! Artur! Ja dhe një tjetër gol. Mos, akoma ai. Të lumë Doli, je një kampion i vërtet! E marrë të mira, po ky kap ka të gjitha. Shumë mirë, Oli. Papa, je më i miri, Oli, jepi! Çfarë goli djema? Mos gëzo kaq shumë që bëre një gol kundër Njupit. Nga rezultati duket se ndeshja ka përfunduar tashmë, të shkretët.
Nuk kemi që të bëjmë. St. Francis është një skuadër e fortë. Mund të jenë vërtet një skuadër e fortë, por nuk ka mundësi të mos bëjmë as një gol të vetëm. Ne duhet kemi besim. Ke të drejtë. Mos u dorëzoni djema, ju mund t'ja dini mban. duhet t'ja arrijmë. Të bëjmë një gol të zbat Ne nuk dorëzohemi. Është e lehtë të thuash mjafton të bëjmë një gol. Ndryshimi midis dy skuadrave është tepër i madh. Jepi! Oh, jo. Oh, po pse nuk po na jep topin? Nuk e di. Kapiten, do të fillojmë? A e di kush është ai Piciruku? Është një nxënës i ri që ka ardhur tani në shkollën tonë. Nuk është i keq. Këtu, hidhe! Mund të bëj një gol që këtu. Edhe pse janë më shumë se 30 metra. Duhet ja dalë mban. Kujdes, Alan! Çfarë? Çfarë goditje djema? Pak më poshtë do t'ishte gol. Gjuajtje shumë e bukur. Ai djali është shumë i zoti. Pas këtij veprimi atletik ndeshja do të bëhet më interesante. Je një kampion i vërtet, Oli, të përgëzoj. Po përse nuk na the që në fillim që je kaq i zoti në futboll? Po, sigurisht. Ta them të drejtën, jam shumë i zgënjur. Nuk më mjafton fare që ne t'i bëjmë në këtë ndeshje 3 gola njupit. Do t'i bëjmë 20 në pjesën e dytë. Po, madje kam një ide më të mirë. Do ta mbyllim këtë ndeshje me rezultatin 30-0. Pol, Alfred, dëgjoni mirë këto. Pjesën e dytë ju duhet ta mbërtheni shumë mirë atë Picirukun, në rregull? Çfarë? Që të dy? Kapiten, më fal që po ndërhy, por mendoj se nuk është e nevojshme. Po pra, e drejt. Ajo gjuajti ishte thjesht fat. Jeni ca të paftë! Ajo për të cilën e luajmë ka shumë vlerë. Mos harroni se nëse pësojmë edhe një gol të vetëm do ta humbasim fushën. Ai bëri një gjuajtje të jashtëzakonshme. Vetëm për pak centimetra do të ishte gol dhe ne do të kishim marrë fund. Alan, dëgjoj. Pjesën e dytë do të hyj unë në fushë, në rregull. Në rregull. Po si kështu, kapiten? Mendohu mirë. Je i sigurt që do të luash? Mendoj se nuk është e nevojshme. Nuk mund të lejoj në asnjë mënyrë që ai Piciruku të na bëj gol. I shkoj shumë afër me atë gjuajtje. Ndeshja po ecën shumë më mirë nga ç'menduam djema. St. Francis është një skuadër me kampion të vërtet, por ne po u bëjmë ballë denjësisht. Jam shumë krenar. Kujtonin se do na poshtronin, por gaboheshin. Ne jemi të fortë. Nuk do të jetë lehtë për ta të na ndalojnë të bëjmë një gol. Megjithatë ne do të luftojmë deri në fund për të mos humbur mundësinë e stërvitjes në këtë fushë. Ata nuk menduan se do të gjenin një skuadër me lojtar kaq të guximshëm. Shumë mirë e the. Unë jam i sigurt që në pjesën e dytë do arrijmë të shënojmë. Pastaj kemi dhe Olin. Skuadra jonë është bërë më cilësore me të. Kjo është mos e vërtet. Po të mos ishte ai në mbrojtje, do të kishim pësuar më shumë se 10 gola. Po, por mos ta bëjmë kaq të madhe. Oli, vendosa që në pjesën e dytë do ndryshosh rol. Do të luash përpara, do të jesh sulmues. Me shumë kënaqësi. Dhe mos harroni djema, sa po të merrni topin, pasojani atë Olit menjëherë. Sigurisht, kapiten, ashtu do bëhet. Edhe mja folëm tani. Duhet të shënojmë një gol me çdo kusht, kuptuat? Forca, për kushtim maksimal. Bruce, a mund të të them diçka? Çfarë ke? Kujdes mos dëgjojnë. Ti mundohu të shkëputesh dhe të më kalosh topin që të bëjmë gol. Kjo është një ide shkëlqyer, ti futemi punës. Më në fund do futen në portë. Bëj kujdes, Benji Price. Është timja. Forca Njupi, bëj një gol! Forca Njupi, bëj një gol! Këtu! Ma jep mua! Gati djema, ky është aksion i mirë. Forca Bruce, ngrije nderin e skuadrës. Kundërsul Kali, përpara! Ngrihu Bruce. Çfarë? E rifitove topin? Fillojmë nga e para, Oli, jepi!
Pici Ruku nuk ja del dot I vetëm. Futbolli është një lojë skuadre. Është një lojtar I shkëlqyer, ka shumë karakter. Mos u nxehni shumë se është e kot. Nuk arrini dot të shëroni, fillestar. Këtë do ta shohim dhe mendja në lojë, trashaluq. Jepi Bruce, jepi të gjithë me dy. Artur, bashkohu me skuadrën, ndiqi aksionin. Erdha, po vi me një herë, kapiten. Nuk ka rëndësi se sa gola do të na bëjnë. E rëndësishme është që ne të bëjmë vetëm një. Të shohim se si do t'i shmang mbrojtësit ai Pici Ruku vogël. Oli, shko në qendër të fushës, do të pasoj atje. Dakord. Ja ku po vjen edhe Pici Ruku. Benji Price. Më prit se erdha. Po të pres. Forca, forca, na bën një gol! Oli! Ndeshja po bëhet interesante. Jam vërtet kureshtar, çfarë do të bëj tani? Më kanë bllokuar. Kështu nuk kam për ta kapur dot topin. E martë e mira e kam bllokuar. Ik prej andej, Oli! Po! Tani Bruce! Kape Oli! Ai u lirua. Topi po hyn në rrjet. Përsëri shtyll. Kjo nuk është e drejtë. Nuk dua të gaboj më. Në djall, mjaft me këto fëlliqësira që po pi. Forca! Këtu jam. Do të pres. Bëj gol! Jepi, gjuaj e najër. Hapra! Gjuaje! Gjuaje! Sigurisht. Jepi Bruce. Këtë nuk e prisja. E pasoj topin në qendër. Prite këta! S'ka më të letë, shunak! Shënuam! Jemi më të mirë! Ja doli bal, ja doli! Njubi bëri një gol San Francisit! Sa bukur nuk mund të besoj! Shumë I zot. Përgëzime. Loja jote më la pa fjalë. Nuk ndodh shpesh kjo. E martë e mira. E lejova ato Pici Rukun të shënonte. Nuk mund ta besoj! Ja Ai djalë më pëlqen jashtë mase, është shumë I fortë. Ej, mos e tepro, Pati. Lëre të luaj I qetë. Benji Price, ne të shënuam një gol. Marrveshja ishte e qartë. Fusha do të ishte bërë juaj apo të bënit një gol. Ti, Pici Ruk, si e ke emrin? Mua më thua, emri im është Oli, Oliver Harton. Oliver Harton. Nuk luan as pak keq. Por të këshilloj që të mos e gënjesh veten, sepse herën tjetër ti nuk ke për të shënuar. Edhe unë të siguroj që do të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë gola. Shkojmë. I shkreti, nuk arrin ta përtyp dot faktin se e humbi sfidën me disa fillestar të gjosh si puna jon.
Një top futbolli. Sa kohë ka kaluar. Ne mundëm skuadrën e Benji Price-it fal teje, Oli. Po, është e vërtet. Nuk dim se si të falenderojmë për atë që bëre për ne. E vetmja gjë që mund të propozoj është që sot e tutje të luash për ne. Oh, faleminderit. Mirë. Edhe tani të shohim se çfarë ti të bësh. Wow, çfarë gjuajtje ishte kjo? Do të doja shumë të dija se kush është. Të përgëzoj. Dhe një top shumë të bukur në qendër. Përgëzime juve, bët një gjuajtje shumë të bukur, zotri.